raportin e SPAK-ut në kuvend, i cili si as një vit tjetër, se SPAK-u raporton çdo vit në kuvend, si as një herë tjetër, SPAK-u e kishte nisur raportin me 10 shqetësime të tija që kërkonte zgjidhje e kuvendit. Dhe shqetësimi numër 1 ishte presioni politik, kriminal dhe mediatik ndaj nesh. Merrni masa për ndaluar. Pra ky ishte në një raport 100 ca faqe që kishte bërë SPAK-u, gjëja e parë që kuvendit 3-4 pika ka qenë në protokollin e bisedimeve dhe së dyti çështja e mandatit të tyre, çfarë ndodh dhe për sa kohë ky shqetësim shkon në kuvend dhe është publik, me siguri ky shqetësim është prioritar edhe për takimin me ambasadorët duke kërkuar mbështetje, se për tyre ai kërkon kryesisht mbështetje, se pastaj leximin e dosjeve dhe hetimin dhe lupat i ka kryesisht. Je dakord me atë Inkuraj, se mbështetja thotë Inkurajim, domethënë thotë Zhej, edhe thjesht një fotografi publike që Dumani nuk është vetëm, po dikush e viziton, e troket dhe janderon punën, është mjaftuar shumë në prag të arrestimeve që ata ka nevojë si thosh të ngrohen pak shpallur që të turren apo SPAK-u ka nevojë për mbështetje, domethënë nuk mjafton, sidomos muajt e fundit kur politika nga dyja krahët ka vendosur në shenjestër shumë të ashpër, sigurisht që një SPAK që ka qenë i llastuar nga shumë lavdërime ambasadorësh dhe nga shumë suport politik i duhet. Po shumë letës se përgjohet, jo përveç kësaj, ka edhe lloj reflektimi, njëri ftohet letrat nga burgu nuk ishte Gramsci dhe si rrjedhoi nuk mund të imitonte disa qëndrime ideologjike të një lloj natyre. Ja futi vetes me letrat nga burgu. I vetmi që ka bërë presion non stop në rreth pije ka qenë Berisha.